Territori i Kosovës për datën 7 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me alternime mes ktjellimeve dhe vranësirave të pakta kalimtare. Paraditja do të ketë intervale me diell në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja do të vijojë me mot të ngrohtë dhe vranësira të lehta në disa zona malore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar deri lart rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:51 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 20:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 12 deri në 28 gradë Celsius, Podujev 10 deri në 27 gradë Celsius, Skënderaj 11 deri në 28 gradë Celsius, Pej 12 deri në 28 gradë Celsius, Prishtinë 10 deri në 28 gradë Celsius, Gjakov 13 deri në 29 gradë Celsius, Malishev 12 deri në 29 gradë Celsius, Gjilan 11 deri në 28 gradë Celsius, Ferizaj 11 deri në 28 gradë Celsius, Kaçanik 10 deri në 27 gradë Celsius, Suarek 12 deri në 29 gradë Celsius, Prizren 13 deri në 29 gradë Celsius.